Familja e Gjestit nuk e pranoi si nuse e Eglin i sakmarrën ndaj motrës së Gjestit. Ja çfarë po ndodh. Romanca midis Gjestit dhe Eglit duket se vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Në media të roz, kohët e fundit ka tërhequr vëmendje marrëdhënia e Eglit me familjarët e këngëtarit Bejan. Një veprim i fundit i cili u shpërnda gjerësisht në rrjet ngjalli reagime të shumta. Bëhen fjalë pikë së pari për sjelljen e familjarëve të Gjestit ndaj Eglit pasi kjo doli në natën finale. Sjellja tepër e ftohtë e tyre, madje edhe me mimika përçmuese, duket se nuk u kanë pëlqyer as pak fansave në rrjet, duke treguar mendemadhësi. E duket se edhe Egli, e cila duket se ka reflektuar mbi këto vite të shpërndara gjerësisht në rrjet, ka bërë veprimin e saj të parë kundrejt familjarëve të Gjestit. Egli ka hequr nga lista e ndjekësve motrën e Gjestit, Blerinën, pavarësisht se kjo e fundit nuk e kishte ndjekur asnjëherë në profilin e saj. Ky detaj ka bërë që fansat të aludojnë për një përçarje në marrëdhënien e çiftit, teksa motra e Gjestit ishte kritikuar shpesh se nuk e ndiqte Eglin, e madje disa nga postimet e saj janë parë gjatë Big Brotherit edhe si kunja për Eglin. Megjithatë vetë Egli dhe Gjestit nuk kanë dhënë një koment publik lidhur me këto spekulime. Përkundrazi, në festën organizuar nga Big Brotheri, ato u shfaqen së bashku e dukeshin më të afërt e më të lumtur se kurrë më parë. Megjithatë, ky veprim i Eglit vjen në një moment kur Gjesti ndodhej në fshatin Pavlan bashkë me familjen. Nuk dihet nëse gjërat janë acaruar, teksa të gjithë po presin një deklaratë nga Egli.